Gjithçka gati për fillimin e garës MX Race PEA 2024. Garues të shumt po marrin pjesë nga vendi dhe rajoni në garën e madhe e cila po mbahet në qytetin e Pejas. Një gare ashpër në mes të dy rivalëve, Arbenit Beqiraj nga Motocross Teranda dhe Blerim Aliu nga Motocross Livoqi. Këtë vetë në kalendarin e garave, ndryshe nga vitet e kaluara, garat MX dhe Enduro janë ndarë në dy periudha. Këtë vetë kemi menduar që është shumë ma rrugës dhe shumë ma mirë që të ndahet në dy pjesë aktivitetet e Federatës Motociklizmit të Kosovës. Pjesën e parë të vitit e kemi organizuar 3 gara MX, kurse në pjesën e dytë të vitit do të organizohen 3 gara Enduro. Gjithashtu këtë vetë ka qenë një risi se për herë të parë në Kosovë është organizu Kupa e Kosovës, e cila është majtë në pjesën e Kosovës dhe ka përfunduar në pjesën e Shqipërisë, të cilën e kemi titulluar si Kupa e Kombit dhe është majtë në shtegun e Lirisë, e cila do të jetë tradicionale. Gjithashtu këtë vetë kemi edhe eventin Kosova Bike Fest, e cila mahet me 3 gusht. Gjithashtu moto mitingi në Kaçanik, mos ta harrojmë, i cili është tradicional dhe i 10 me radhë këtë vetë. Këto janë gjitha aktivitetet që ne kemi para pa në bashkëpunim me gjitha klubet në Kosovë. Kjo sot që ka ndodhur në Pej është përfundimi i garave MX për vitin 2024 dhe ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm sepse me të vërtetë kemi pas një numër të madh garuesve jo vetëm në këtë pistë, por edhe në pista tjera. Vitin e ardhshëm besoj që do të jetë pak a shumë numri i garave të njëjta, sepse do të marrim pjesë në gara ndërkombëtare me gjithë garuesit që i kemi, po ajo që ka shumë rëndësi është që në nivel të Kosovës organizimet kanë qenë të mira dhe garues ka pas mjaftueshëm për mbyll një cikël të kampionatit. Faleminderit Aslanit, i cili me të vërtetë ka bënë një punë të jashtëzakonshme dhe gjithë kryetarët të klubeve të cilët kanë organizuar gara në Kosovë. Gjithmonë tu supportu Federata Motociklizmit të Kosovës. Në kategorinë MX 1 në vendin e parë triumfoi ish kampioni disa viteve me radhë Blerim Aliu. Po të mua parasysh që tash t'i bënëm gati 3 muaj servitje, gara u kon jo dhe vështirë, organizimi u kon i mirë, përgatitjet i kon pak se më rashinit ditë më herët, po megjithatë ja dola që jemi parë atë. Kampioni aktual Arbenit Beqiraj, edhe pse i lënduar, mori pjesë në këtë garë. Gara shkoi mjaft mirë, nuk kam qenë mjaft i përgatitur, por kisha pak simpati dhe me hin për shkak të pikëve. Falë Zotit e kreva me sukses me vendin e dytë, kam pas një lëndim këtu në dorën e majt një thymje e dorës, ashtu arrita ta siguroj kampionatin për garat e MX. Jam shumë i lumtur sepse jam kampion për garat e MX të vitit 2024 në Kosovë. Do ta falenderoj klubin tim Teranda Motocross, sponsorë, shoqërinë, Drive Zone, Federatën e Motociklizmit të Kosovës. Faleminderit shumë për gjithëve. Opa, hola, hola, gol. Ore me Gjermosha na këtë dhruas për tatë. Sa i përket organizatorëve, Motocross Team PEA janë mjaft të kënaqur me këtë ngjarje. Sa i përket garës, ka qenë një garë ferm dhe korrekte, ka pas garues afër 20 e diçka. Gara ka qenë ferm dhe korrekte, pa asnjë lëndim, pa asnjë të keqe, ka shkuar gjithçka, ka shkuar në mënyrë profesionale. Faleminderit Federatës, faleminderit klubit tim, faleminderit shokëve nga gjitha klubet e Kosovës që na kanë bërë këtë event shumë madhështor dhe shumë të hishëm sot që ka qenë sot. Këtë ditë bukur në këtë vend kaq të bukur.